Timo Samargji, portalet e qeverisë thonë se u apren fjalën në Strasburg. Mund ta sqaroni se çfarë ndodhi? Plotësisht falënderoj. Fjala në Strasburg që ta di çdo njeri, për diskutantët është gjithnjë 2 minuta dhe ajo ndërpritet automatikisht. E vërteta është që unë e dija këtë, isha i vetëdijshëm, por dhe natyrisht që pjesën më pikante ja kisha rezervuar Rams që në minutën e parë, kurse në minutën e fundit unë e dija që ajo ndërpritet, por vazhdova se kamera funksionon, pavarësisht se zëri shuhet, më interesonte kamera dhe kërkova qeverinë teknike. Nuk ka, po këta janë shikoni, këta lakej që hapin lajmin, e lexova, e di që janë ata janë shushunja e zeza që kanë marrë miliona nga lotet e rrugëve, që patju që thot Belinda që ky ka aq, ai ka aq, ai ka aq. Ja, këta janë ata të portaleve të qeverisë. Mjeran që si papagaj të depersonalizuar nga mëngjesi pa dalë në mëngjes pështy njerë mbi fytyrën e tyre dhe pastaj vazhdojnë ditën pa asnjë lloj dieteti. Pra ky është historia. Edhe lajmi tjetër se nuk isha i ftuar. Këta tallen me njerëzit. Unë jam antar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës dhe kur antarët nuk ftohen, përveç se në trillimet e Ballës apo Peleshit, kush i hap ato? Profili Luma Veriu shkruan nëse nuk bëni kornizë ligjore paraprake për konfirmim të pasurive të paluajtshme që janë vënë në mënyrë të palishme nga korrupsioni, nga paraja e pisët, rruga për përmbysje është e gjatë, disa vjeçare, e lodhshme dhe ndoshta e paarritshme. Është momenti të bëni në këtë mënyrë dhe të ndëshkoni edhe ata që kanë ngrënë në të dyja anët. Mos harroni të dërgoni pamfletën në çdo prag dere. Të falenderoj për sugjerimin. Dhe ne do bëjmë gjithçka për një transparencë sa më të madhe dhe sugjerimi juaj është jashtëzakonisht i drejtë. Besnik Kala, përshëndetje doktor. Një pyetje me interes publik. A ka Partia Demokratike në plan një grevurie nga deputetët për një qasje më agresive, meqense mazhoranca nuk po diktohet nga protestat, edhe pse kanë qenë mbi pritshmëritë pjesëmarrja? Besnik, Partia Demokratike ka në plan dhe në projekt të gjitha format e mosbindjes civile dhe është në zbatim në tyre. Natyrisht Partia Demokratike kërkon nga qytetarët, fton qytetarët të bëjmë gjithçka për fitoren e kësaj betejë. Por kjo kërkon, Besnik, para zgjithash qartësi. Kërkon që çdo qytetar të realizojë se kemi të bëjmë me një diktaturë autokratike, në të cilën gjitha pushtetet janë të përqendruara në një dorë, në të cilën institucionet përdoren për të shtypur pluralizmin, e cila paguan qindra milion euro për të mashtruar shqiptarë dhe botën, e cila ushtron formën më të rëndë të censurës dhe manipulimit mediatik të opinionit publik, vjedh dhe plaçkit çdo ditë, miliona. Kërkon që çdo qytetar shqiptar ta di se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Dhe të gjithë ata që besojnë se mund të ketë zgjedhje me Edi Ramën vetë mashtrojnë, ose pastaj bëjnë sharlatanin për të bërë tushin e figurës së Edi Ramës, për ta paraqitur atë si njëri që bën zgjedhje, në një kohë ku ai nuk bën zgjedhje. Zërat po ushuhen gjithnjë më shumë, megjithatë ka altoparlant, ka papagaj, përsëri në media që guxojnë dhe flasin për zgjedhje, në një kohë ku tu kemi të bëjmë vetëm për farsë. Kur ne, si demokrat dhe si qytetar, si opozitar, ti kemi të qarta këto,
atër ne kemi qarë se nuk kemi vetëm një rrugë dhe kjo rrugë është protesta gjerën për dysën e tyre. Është qendresa, është rezistenca në format e mosbindjes civile. Faqja studentët denoncojnë, shtron këtë pyetje. Doktor, a nuk mendoni që duhet i largoni fytyrat që kanë vite deputet, që do të jenë në listër të hapur, nuk e nxjerrin veten deputet, mbase dhe 1.000 vota nuk marrin? Doktor, nëse nuk futen në parlament njerëz të rinj që kanë vite të angazhuar në kauza madhore, sociale, Partia Demokratike vështirë se vjen në pushtet, dhe protesta për të bërë xhiro në bulevard nuk ja vlen, doktor. Keni bërë kaq shumë herë protesta dhe asgjë deri më tani, Edi Rama me vot nuk largohet. Tani, i dashur student, së pari njerë kërkoj nga ju një analizë më realiste. Pse e them këte? Këta opozitarë që shefti, mos harro se këta shkatruan projektin Shqipëria pa opozit. Dhe ti e dishmitar të përpjekjeve më të paimagjinueshme që u bën që opozitën ta kontrollonte Edi Rama, që u bën që Shqipëria të mos kishte një opozit të vërtet. Ti e dishmitar i kalvarit që kaloi Partia Demokratike vetëm e vetëm për të qenë opozitë e vërtetë e shqiptarëve. Dhe ata e realizuan këtë, Së dyti, ju mund të thoni se ka që kanë qenë në PD, po duhet rinovuar. Rinovimi jam plotësisht dakord, vetëm të garantoj që mbi 40% e listës deputetëve janë të rinovuar. Prandaj propaganda është njëra anë, a realiteti është ana tjetër. Së treti, në qoftë se shefti qeverin, narkoqeverin aktuale, ju siguroj se në Partitë Demokratike vetëm një personalitet i saj ka të gjithë ekspertizën që ka organizata kriminale Edi Rama e marrë së bashku. Partia Demokratike ka personalitetet të formuara, të shquara në fusha, në të gjitha fushat, të pakrahasueshme me këtë qeveri ignorantësh që vjedhin nga mëngjesi në darkë. Ju i keni pa vetë se si janë. S'dalin dot në një studio televizive, ministra që s'dalin dot në një studio televizive, që s'përballojnë dot një debat. Ministra të cilët nuk marrin dot një pyetje nga gazetar, por marrin përsipër të bëjnë rolin e kronista apo gazetarës duke recituar ato që ju thotë Edi Rama. I dashur student, nuk duhet të krahasosh të pakrahasueshmet sepse nuk të shërben. Së fundi, ju thoni protestat. Jo, protestat që kemi bërë është absolutisht kanë patur efektin e tyre madhor në botë. Janë këto protesta të cilat kanë rezonuar në të gjithë kryeqytetet e kancelarisë e votës se shqiptarët janë ngritur kundër korrupsionit të kujt, të Lubi Balluku dhe Edi Ramës. Imagjinoje pak sikur të mos ishin këto protesta, si do të dukeshim ne shqiptarët si një komb i shtypur nga korrupsioni. A nuk do ishte kjo një turp për çdo shqiptar? Pra, në një farë aspekti këto protesta mbrojnë dhe mbrojtën dignitetin e kombit shqiptar dhe qytetarëve të ndershëm shqiptar. Po kjo kërkon i dashur student një gjë, që rinia të dalë në krye të këtyre protestave, siç doli në Bangladesh, siç doli në Nepal, siç doli në Sri Lanka. Është koha ose fatin që meritojnë diktaturat autokratike
duhet të afirmos gjenerata Z, duhet të afirmosin studentët dhe rinia. Toni Latifi. Përshëndetje doktor, ju dje mblodhët ryezën me alat dhe shoqërinë civile. Çfarë u arrit dhe nga kjo dhe a do të jeni në gjendje të mblidhni të gjithë faktorin opozitar kundër Ramës sepse gjendja është e padurueshme? Cili do të jetë hapi tjetër? Faleminderit. Ju faleminderit. Iniciativa e djeshme është iniciative një grupi personalitetesh nga shoqëria civile të cilët duhen të lehtësojnë, duhen të ndërmjetësojnë krijimin e një fronti të gjerë opozitar kundër kësaj të keqe të madhe që është organizata kriminale e Edi Ramës me nënkrye Edi Ramën. Ne kemi përshëndetur këtë nisëm dhe unë bashkë me partitë e koalicionit parlamentar i pritëm, diskutuam, ju dham mbështetin, ata po vazhdojnë përpjekjet e tyre me forca tjera politike opozitare. Unë mendoj se në kuadrin e kësaj nisme çdo njeri që ndjehet opozitar dhe që nuk i lejon veten të trajtojë elektoratin që ka votuar kundër Edi Ramës, të trajtojë elektoratin që gjen forca të shkëputet nga lidhje e të tjera, rrjeshtohet në këtë front. Ky nuk është një front për të qeverisur së bashku, ta marrim në këtë formë. Ky është një front për të larguar së bashku një të keqe të madhe, për të hapur rrugën shqiptarëve, për të votuar të lirë si qytetar evropian. Dhe kjo është jashtë çdo lloj logjike që të mos jetë interes parsor i çdo force opozitare. Por duhet të jesh opozitar që të përqafosh një ide të tillë. Dhe unë kam shpresë se ata që janë dhe ndjehen opozitar të vërtet do ta përqafojnë, qofshin të forca politike, qofshin të organizata shoqërisë civile, individ me pesh apo përfaqësues të grupeve të interesit apo kauzave të drejta. Pra ky është përpjekja e këtij grupi. Lida shkruan zoti Berisha, tubimi i 10 shkurtit, çfarë do të jetë konkretisht? Një marshim simbolik si protestat e 13 viteve më parë apo një përqendrim i vazhdueshëm me plan të qartë veprimi deri në largimin e Edi Ramës? Qytetarët kanë nevojë për qartësi dhe jo më për protesta pa rezultat. Unë mendoj se protesta e 24 korrikut dha një mësim dhe protestat e fundit ju garantoj ju zonjë nuk kanë qenë pa rezultat. Kanë qenë me shumë rezultat, në ç'kuptim, në kuptimin që edhe një herë më lejoni të rikthehem. Imagjinoni një Shqipëri që nuk do të protestonte para këtyre super skandaleve, se si do të urprohej para botës, se çfarë mesazhi të trisht, çfarë ofendimi do të ishte për shqiptarët, kurse zëri i fuqishëm që u ngrit në bulevard dhe nuk ishte vetëm shëtitje siç e pat ju, dha mesazhe dur për shqiptarët dhe botën, por dhe njëherë kërkohet betejë me diktaturën nuk është një ndeshje futbolli. Kërkohet që secili opozitar të përgatitet për protestë të qëndrueshme, të përgatitet për një kryengritje të pandërprer paqësore për të realizuar qëllimin e vet. Agron Molla, doktor ju përshëndes, a do të jenë të pranishëm të gjithë deputetët në protestën e 10 shkurtit, duhet të jenë në rreshtin e parë, sepse deputetët kanë imunitet. Derën duhet ta thyejnë deputetët. Ramën e rrezon populli, a do të jetë protestë qëndrueshme? Agron, të garantoj që deputetët pa përjashtim kanë qenë që të gjithë në protestë. Kanë qenë disa me grupet, me qytetarët e zonave të tyre të tjerë të shpërndarë, por kanë qenë dhe kanë luajtur një rol, siç mund ta kesh ndjekur ndofta, jashtëzakonisht aktiv
gjatë protestës dhe pas protestës në mbrojtje dhe në mbrojtje dhe në mbikëqyrje, në përballje me policinë dhe në mbrojtje të qytetarëve opozitarë të arrestuar, të ndaluar, të keqtrajtuar nga policia. Ju besoj se e keni parë që ata qanë rrëthime dhe u futën sepse në mënyrë antikushtetuese një ushtar me mbiemër Shahini i Ergyes Agasit nuk lejon të deputet të hynin në komisariate të tjerë, pra deputet kanë qenë jashtëzakonisht aktiv dhe do jenë shumë aktiv, ju sigurojnë ju. Pyetja e radhës, Gentian Duraj, zoti Berisha po bëj 10 ditë, kam ardhur për vizitë tek vajza në Itali, kam biseduar këto ditë me shumë shqiptarë dhe të gjithë thonë duam të investojmë në vendin tonë, por s'kemi garanci. Aktiviteti nuk ka garanci aktiviteti, se po shohim ç'po ndodh në emër të tyre, çfarë zgjidhje do ju jepet për të kthyer të gjithë ata që duan të kthehen dhe të investojnë. Ju siguroj se një nga qëllimet më kryesore të programit tonë dhe një nga shtyllat kryesore është rikthimi i shqiptarëve në Shqipëri dhe ne e realizuam atë në vitet 2013, 180.000 familje shqiptare u kthyen. Ndërkohë që këto kohë ikin nga Shqipëria dhe kanë ikur nga Shqipëria, siç e dini vetë, rreth 45% e popullatës mbi 720.000 të rinj. Pra, krijimi një gare të ndershme në Shqipëri, përjashtimi nga taksat për 5 vite i të gjitha atyre që kthehen dhe investojnë kursimet e tyre në vendin në këtë vend, kredi për biznese për stërhim dhe për biznese dhe stërhim për familjet e tyre janë nga pikat e rëndësishme të programit ton për rikthimin e shqiptarëve në Shqipëri. Fredi pyet, Agron Shehaj nuk po pranon t'i bashkohet ryezës së dialogut politik. Pse mendoni se po bën këtë? Përgjigjen më të saktë për këtë mund t'ja jap vetë Agron Shehaj, i cili ka moralin të krahasojë Partinë Demokratike me Partinë Socialiste, pretendon se, ose mund t'jetë thotë se është i persekutuar, pra krahason Partinë Demokratike që çlirojnë nga burgjet dhe persekutimi i paraardhësit e tij me Partinë Socialiste që persekutojnë paraardhësit e tij, pra, por njeriu është i lirë të thotë atë që don. Unë një bindje kam se zgjedhësit, ata që kanë votuar Agron Shehaj, nuk e kanë votuar që ai të mos bashkohet në një front të gjerë opozitar për të larguar të keqen më të madhe Edi Ramën, mbasi jam i bindur se ata qytetarë sot, po t'i pyesish, konsiderojnë Edi Ramën të keqen më të madhe. Opozita është e hapur, unë e kam theksuar, por ju kam njoftuar se ata që duan të bëjnë opozitën e opozitës, ata janë faktikisht në shërbim të tjetër kujt. Klisman Mhili, përshëndetje doktor, po ju pyes pse si bëni ftesë pse si u bëni ftesë ambasadorëve të vendeve të Bashkimit